Ish ambasadori i Holandës në Kosovë, Robert Bosch, deklaroi se nuk ka qenë personalisht dakord me gjykatën speciale, pasi sipas tij ajo u krijua me mbështetjen e shërbimeve sekrete të Serbisë. Kur isha ambasador duhej ta mbështesja gjykatën speciale, sepse ashtu më thonte qeveria ime, por personalisht nuk e mbështesja sepse ishte e bazuar te raporti i Dick Martit, që ishte me mbështetjen e shërbimeve sekrete serbe, dhe Marti vendosi ta vinte në përdorim dosjen. I gjithë procesi ishte i bazuar në akuza për trafikim organesh në të ashtiquajturën Shtëpia e Verdhë në veri të Shqipërisë. Unë nuk isha dakord pasi Euleksi dhe Umniku kishin hetuar dhe kishin dalë në përfundim që nuk ishte asnjë vlerë, por Këshilli i Evropës bëri presion për hetim të mëtejshëm. Nuk ka gjë të keqe sepse heton, por ajo që nuk shkon ishte se kur gjykatësi Williamson vëreti se kjo ngjarje nuk ishte e vërtet, duhet të kishte ndalur si proces, tha Bosch. Nuk qëndron që UÇK-ja ishte organizatë kriminale pasi nuk ishte e organizuar, edhe zoti Hill që mbahet si proserb tha që nuk është e vërtetë që UÇK-ja ishte e organizuar, shtoi ish ambasadori.